Zi në familje në Agronshea, deputeti humb të atin, jeta e tij ishte një luftë e përditshme. Kryetari i Partisë Mundësia dhe njëkohësisht deputeti i kësaj partie Agronshea i ka ndarë një lajm të dhimbshëm pasi ka humbur njeriu e dashur të familjes. Babai i tij, Siri Shea, ishte ndar nga jeta në moshën 83 vjeç. Vet ligjvënësi në një postim të gjatë dhe të ndjerë në rrjetin social Facebook shkruan se jati humbi jetën pas një betejë të mundimshme me sëmundje në rënd në Itali ku dhe jetonte. Mëtej ai njoftoi se pritja në Bolzano do të marrë të martën 13 janar. Nga ora 13 janar, varimi do të bëhet po të martën në orën 15 tek varrezat e qytetit Bolzanos, kurse në Vlorë pritja do të mbahet në datën 16 janar. Ja dhe postimi i plot i Agronshea të dashur miq. Pas një betejë të mundimshme me sëmundje në rënd, babai im, Siri Shea, u nda nga jeta në moshën 83 vjeç. Jeta e tij ishte një luftë e përditshme. U rit jetim pasi kur ishte vetëm 8 vjeç, babai i tij, gjyshi im, vdiq në burgun e Burrelit si burgosur politik. Megjithatë, ai gjeti forcën ta niste gjithçka nga e para për vete, por për ne, 3 fëmijët e tij. Nuk donte të largohej nga Shqipëria, por donte që ne të ishim të lirë, të kishim një jetë më të mirë, të shkolloheshim dhe të edukoheshim. Në vitin 1991, si shumë familje shqiptare, u nisëm me anije drejt Italisë dhe që në atë kohë ishte shpëtimi ynë. 35 vitet e fundit i jetës i kaloi në Bolzano mes një komuniteti miq që e respektonin dhe vlerësonin për njeriu fisnik që ishte. Ai ishte nxitsi më i madh për të kthyer në Shqipëri dhe ishte krenar që po bëj ato që ai nuk arriti ta bënte dikur. Shumë nga ajo që bëj sot është edhe për të, për gjithçka që ajo periudhë errët nuk e lejoi të realizonte. Babai im ishte heroi im. Ai më ka mësuar, frymëzuar që të mos dorëzohem kur, u rit jetim, por la pas një familje të madhe me nipër e mbesa që do ta kujtojnë gjithmonë për njeriu e drejtë dhe luftarak që ishte. Pritja në Bolzano do të mbahet të martën 13 janar në Hotel Sheraton, Bolzano, Itali, nga ora 09 deri në orën 14. Varimi do të bëhet të martën rreth orës 15 tek varrezat e qytetit të Bolzanos në Via Maso della Pieve. Në Vlorë, pritja do të mbahet në datën 16 janar.